Asgjë tjetër. Një fjali. Po, një fjali pra, propozimi një fjali është. E para du të uroj profesor doktor në shkencave, liderin ton historik, Sali Berisha, se këtu tha që ne nuk kemi marrëdhënie diplomatike, ne kemi këtu nën presidentin e partive të qendrës djathtë deri te konservatorët. Pra kjo nuk ka sens. E dyta, i nderuar doktor Berisha, nëse më lejon dhe kolegët e mi këtu, unë mendoj ne si parti politike të mos flasim sot për të bërë një takim tjetër kur ta organizoj Partia Demokratike si partia më e madhe administrative opozitare me 13 vite pushtet. Faleminderit. Faleminderit shumë. Okej, mua më quajnë Edmond Çapa dhe jam një qytetar i Tiranës, doktor i shkencave politike, doktoruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kthyer në Shqipëri në 2009. Sot besoj unë ishin mbledhur këtë rrugës për çështjen si mund të rrëzohet Edi Rama. Dakor? Dy janë rrugët ose mënyrat kryesore, një nëpërmjet protestave dhe rruga tjetër nëpërmjet lëvizjeve politiko-juridike. Do të dalem pak në mënyrën e protestave. Deri tani është folur shumë për protestat, por askush nuk ka thënë pse njerëzit nuk kanë dalë në protestë. Dhe ky është një fakt tashmë. Mbase është e nevojshme që të bëhet një dallim midis protestave të natyrës pastërtisht partijake dhe protestave qytetare. Regjimet si ky i Ramës nuk rrëzohen me protesta partijake, rrëzohen me protesta qytetare. E kemi parë në vende të tjera çfarë do thotë protestë qytetare, do thotë protestë e lindur nga një mlef i brendshëm, një protestë e vazhdueshme, një protestë qindra mijëra qytetarë që ne nuk i shohim këtu. Kemi parë protesta të vogla, por jo protesta masive. Në këtë kuptim unë mendoj se të harxojmë kohën për protestë mund të jetë luksi për ta bërë këtë, por nuk do të na çojë gjikundi sepse aktualisht shoqëria shqiptare nuk është një shoqëri normale demokratike. Nuk është shoqëri normale demokratike as ata që qeverisin. Edi Rama ka ardhur në pushtet jo për dhënë dorëheqjen, për të vdekur. Dikur tham për zotin Berisha që do t'i hypte kalit dhe nuk do dinte t'i zbriste, po Berisha e provoi që e dha dorëheqjen. Edi Rama është nga ata politikan që nuk kanë ndërmend t'i japi dorëheqje dhe kështu që institucioni i protestës që funksionon në qeveri dhe shoqëri normale demokratike nuk besoj se do të funksionojë në këtë vend. Të kalojmë tek sugjerimet për rrugën politiko-juridike. E para unë besoj duhet mbështetur drejtësia. E thanë edhe të tjerët. Drejtësia do bëj punën e vet sepse pavarësisht na pëlqen as na pëlqen, ne e duam apo nuk duam ne, nëse dikush në autoritet publik ka shkelur ligjin, ka vjedhur, do të përgjigjet përpara ligjit. Në këtë kuptim, drejtësia duhet mbështetur. Në aspektin tjetër që është pak më politik, ka të bëjë me atë çfarë do të ndodhi nesër. Supozojmë se Rama bie pas 3 muajsh, okay. Po supozojmë edhe më të keqen që Rama e kryen të plot mandatin. Nuk do lëvizja politike këtu duhet ishte që në momentin që do të shtrohet çështja për të ndryshuar pushtetin dhe që këto janë zgjedhjet, duhet të hyhet në atë garë, në një garë jo thjesht me votë lirë siç tha zoti Berisha, por të barabartë dhe barazia nuk duhet të shihet vetëm për në baçën tënde, po edhe në baçën e të tjerëve. Partitë politike dhe institucionet politike janë pjesë e asaj që quhet shoqëri politike. Unë jam shoqëri civile sot. Dhe në këtë kuptim ti nuk ja mohon dot prezencën. E pëlqen apo se pëlqen Arlin Qorin, e pëlqen apo se pëlqen Arlin Qori Berisha, nuk e ja mohojnë dot prezencën. Çështja është çfarë mund të bëjnë partitë në këtë shoqëri për të ndryshuar sistemin dhe specifikisht Partia Demokratike që është partia më e madhe e opozitës. Kështu që sugjerimi im është që në raport me një gjë që mund të bëhet përveç protestave. Unë nuk jam kundër zhvillimit të protestave, por nuk shoh ndonjë produkt nga protestat. Në rrugën politike duhet ulen partitë për të ndryshuar rregullat e lojës. Por dhe në këtë pikë, nëse zoti Berisha ka shprehur hapur disponimin e Partisë Demokratike për të mos qenë Partia Demokratike hartusja e kodit, unë mendoj që këtë gjë mund ta bënte një forcë ose një grup njerëzish jashtë partive politike. Për çfarë arsye? Janë shumë arsye. Një grup ekspertësh nga shoqëria civile ku ekzistojnë shumë do të ishin
pa konfliktin e interesit. Ne duhet pranojmë që në të gjithë këto vite, PD-ja dhe PS-ja, duke qenë dy partitë kryesore, i kanë hartuar kodet elektorale dhe sistemet elektorale sipas interesit tyre, duke çfarë shkaktuar që ju partitë e vogla asnjëherë s'keni dalë në sheshin e Mejdanit, po keni shfrytzuar hapësirat e kodit dhe jeni bërë një me dhe asnjëherë s'e keni provuar veten tuaj. Kështu që ajo që duhet ndodhi është që duhet hartohet një kod i barabartë, një sistem zgjedhor dhe kod i barabartë, fair, me bashkëpunimin e të gjitha palëve, dhe kur them të gjitha palëve, unë nuk përjashtoj as PS-n. Në rast se PS-ja nuk do donte shumë mirë, do të krijohej një front anti-PS, por që kredibiliteti i këtij projekti të ri do të vinte nga njerëz, nga shoqëria civile që janë provuar në kredencialet e tyre profesionale, janë të provuar në deklarimet e tyre jo partijake, por për hir të së vërtetës dhe për hir të së drejtës, janë provuar që nuk janë marioneta të askujt dhe janë provuar që janë njerëz vërtet që mund të bëjnë atë që duhet bëjnë intelektuali në Shqipëri. Kështu që investimi drejt kodit, drejt sistemit të ri zgjedhor, të barabartë, jo vetëm për PD-n, por edhe për këto parti këtu, jo vetëm për këto parti këtu, por edhe ato që janë jashtë, është, mendoj unë, investimi më i mençur për të nesërmen. Faleminderit. Ju lutem, Yes. jo si parti politik, Qofse mundem. me Me leje. Radh parë faleminderit gjithë ju për që jeni këtu. Falenderoj shumë fakt edhe audiencën, sepse unë e di që mes tyre ka njerëz që po mendojnë atë bashkohen apo jo me këtë iniciativë absolutisht për të rrëzu një qeveri një ore më parë. Faleminderit doktor Berisha për këtë ftesë dhe organizim. Themi një gjë të qartë, gjithë neve, po mos përsëritet, ne jemi në emergjencë kombëtare. Të jemi të qartë, dhe nuk po flas tu për katastrofa natyrore që na godasin në çdo verë, çdo dimër dhe gjejmë përballë një shtet pa aftë për t'u marrë me to. Jemi emergjencë kombëtare sepse ne po qeverisemi nga njerëz antikombëtar. Nga antivlera, nga antimoral. Kjo është e vërteta. Ata po na vjedhin jo vetëm fondet, se flasim shumë për fondet, po na vjedhin të ardhmen e kalamajve tanë. Po vjedhin çdo gjë që përfaqëson ky shtet tu. E në fund fare neve, gjithë ne, po patjetër ne kemi bërë zgjedhjen tonë, po dhe ata që na dëgjojnë, duhet vendosin, do marrin rolin e spektatorit këtu apo do marrin rolin e aktorit këtu. Sepse këtu ka nevojë për veprim, nuk është thjesht çështje që neve t'i themi gjërat. Ata i mendojnë na japin drejt moralisht, po ka nevojë të kuptojmë që ne duhet të shkojmë drejt veprimit. Dhe unë dëgjoj shpesh kemi mendime ndryshe, po patjetër kemi mendime ndryshe. A mund t'i vëjmë një platformë përbashkët? Edhe këtë mund ta bëjmë patjetër. Po pyetja parë është me të vërtetë sa ndryshe janë këto mendimet. Pra, neve si qëndrojmë kundër shpopullimit? Neve si qëndrojmë kundër korrupsionit moral dhe financiar? Neve si qëndrojmë kundër narkotrafikut? Po për familjen, si qëndrojmë neve? Se ne qëndrojmë për familjen, ne qëndrojmë për lirinë, ne qëndrojmë për besimin, ne qëndrojmë për pronën, ne qëndrojmë për kombin, ne qëndrojmë për një orientim perëndimor të Shqipërisë, apo jo? Po si qëndrojmë? Do të qëndrojmë çdo prag, nga pragu derës, ku e kemi ne detyrë të shkojmë dhe t'ja shpjegojmë dhe të flasim me njerëzit, deri tek pragu institucioneve, ku duhet të çojmë revoltën e tyre. Kalon përmes rrugës dhe bulevardit kjo, po patjetër kalon përmes rrugës dhe bulevardit. Po duhet kalojmë në mënyrë të fortë, në mënyrë të qëndrueshme, në mënyrë të përshkallëzuar, se nuk hidhet kjo qeveri me fjalë. As nga sallat e konferencave nuk hidhet. Hidhet nga atje jashtë, duke vepruar, duke folur me njerëz dhe së bashku me ty, duke shkuar atje për t'i treguar atyre vendin që meritojnë. Një vend antikombëtar, një person që është antikombëtar nuk e meriton vendin e tij mes t'i kombit. E jo më mbi këtë komb, nuk ka se si tjetë. Ky është e mendimi im. Unë mendoj që kjo është një frym e përbashkët në këtë drejtim dhe ju kërkoj ndjes që u mora kohë. Faleminderit.